meri kredit. Ti dje s'kishe prona, s'kishe zhvillim, sa hymë bësh ministër, të bëhet gruaja biznesmene, merr kredit 270.000 euro, pa ne themi shifër, se shifër saktë që them për dikë, dhe lan shpejt e shpejt, po te dje s'kishe më. Te dje të 2 kostume që kishe mbaj aty, rije i xhaket tjetër për pamon tjera. Tani sa u futë këtu, tu bëdhe gruaja më e zgjuar, më frutdhënëse ku ta diun e tjerë. Gjithë tyre ju bëhet edhe babai më kursimtare, mamaja, gjyshi, vëllezërit gjithë. Për Shqip, këta kanë hyrë, kanë përvetësuar pasuritë publike, i kanë tjetërsuar dhe kanë përdorur edhe kompanitë offshore, që është turp që akoma marrin pjesë të kompani offshore në investimin dhe në shpërndarjen e parave publike, me tendera, me koncesiona apo e tjerë, se mund të jetë vetë ministri. Ka bërë një kompani offshore që nuk deklaron përfituesin fundor. Dhe ai kanë nxjerrë dhe ligjin konflikt me interesin për kompaninë e vet, për ta çuar gjithçka ka kompania vet. Edhe parat dalin nga Shqipëria. Kjo është më e keqe. Se ka dhe banka offshore. Dalin parat nga Shqipëria dhe na rrof ne që kemi 30 vite që rripemi, zhbëhemi, edhe në fund fare, akoma këta nuk janë kujtuar që ka dhe minimum jetik. Këto karta kanë qenë tek pjesa, po thuaj, pjesa më e madhe e politikës që ka pas poste ekzekutive. Këta Romeo përdorin kartat e biznesmenëve për të tjerë, për të qenë të babzitur. Tu ka dhe pasim paraja, kupton? Dhe kur vërtetohen këto, dhe ti ke marrë këto të ardhur ato shërbime, mund të marrë shërbime zotëria me këto karta. Edhe ky nuk di gjë se nga i vijnë. Ka bërë sa deklarime thotë që si kanë bërë Monika puni firmosa mirëbesim, po kështu shkojnë do punë pastaj. Herë tjetër kur të martohet për herë dytë, shoj mirë me këtë martohet. Që mos firmosim më mirëbesim ashtu. Ka diçka në fakt, Romeo, nëse ne qëndrojmë në këto zhvillime, duket sikur Ilir Meta tashmë po tenton ta lë gjithë fajin tek Monika Kryemadhi, apo Monika Kryemadhi e ka shitur Ilir Metën dhe ja ka përcaktuar fatin e vet penal, po them, se politik, gati dhe politik, po dhe penal. Mendoj që ajo ka një fije burrimi më tepër se ai. Ajo e ka marrë përsi për vetë. Monika më burrëri se Ilir Meta. Pa diskutim. Njeriu nuk bën çepaze gruan, edhe sikur të ketë bërë gruaja të punë, nuk bën çepaze. Ka një raport dinjitoz midis tyre. Kështu që ajo shumë më dinjitoze se ai. Bashkë kanë bërë punën. Harrohet atij që ky nuk e dinte, se më çfarë marrë ky nuk e dinte tani. Se ky vetëm me dekoratat të morë të vitet e fundit, me çfarë është marrë? Mund të ndodhi që zonja Kryemadhi këtë film që po bën sepse ka lançuar që do të bëjë një film, mund të japi dhe mesazhe edhe për Ilir Metën, se tashmë ajo duke xhiruar një film, duke ju përshtatur karrierës saj, Ilir Meta në anën tjetër qëndron pas hekurave dhe lufton për një betejë për liri dhe dinjitet siç thot ai. Po kjo punë. Është vërtet kjo që po të them. Kemi pas në lagje një kru problematike, e cila thoshte e shkuar morshu, e kështë edhe rëshonte pak fjalorin, ne e dinim që atë kaluar kishte, jam gru zonjë, tha me që ka pelin gjithë lagje. Edhe jam për me dignitet e një të vetën. Tani, unë po të kisha mundësi se një bashkëpunëtorit Metës ja kam bërë. As i shkojnë Burg, ju dhurova për vitëri një libër. Shkëlqimi dhe rënë e shokut Zylo dhe thash, herë tjetër, parë se të mendosh për ngritje, mendo për rënë, thash. Po pati tjetër herë. Kështu që mund ta fusin atë filmin e vetë, një diçka të tillë Monika. Ti shërbej Metës për refleksion, se na është betuar që do kthehet bëhet edhe një kryeministër pastaj 80 vjeç president. Me që ati i dalin këto ëndrat në herë, se Shqipëri dalin ëndrat më të pamendueshme në herë,
ta ketë parasysh kur të bëhet president prapë. Fakt, para se të kaloj te pyetja e radhës, do doja të falenderoja secilin prej teleshikuesve që na shkruan live Romeo dhe këtu po marr pak kohë. Na ka shkruar Geri Praga, na ka shkruar Mimi Mevlani, gjithashtu na ka shkruar Transe, zoti Kara, respekte për kurajon tuaj, thotë, dhe na shkruan dhe Albana Alimani, i cili thotë Ermal urime për emisionin, zoti Kara ju uroj forcë për luftën ndaj politikës kriminale. Doja në fakt falenderoj secilin prej teleshikuesve dhe miqve që na ndjekin këtu në emisionin Sinjal në Antena Televizion, që komentojnë, japin mendimin e tyre, por edhe ne i ftojmë që të na sugjerojnë për tema që ata kanë dëshirë të flasin, ose qoftë të na shkruajnë edhe për një intervistë me ta për ta bërë këtë një antenë që të çon sinjal në çdo vend ku flitet shqip, në diasporë, por edhe në Shqipëri. Avokat, do doja të mirja një koment të shkurtër mbi zhvillimet, duket se tashmë kreu i prokurimeve publike sipas GKK-s është detyruar të heqë dorë nga posti i tij publik, por gjithashtu është lënë në arrest shtëpia Mosgaboj për shkelje të barazisë në tendera. Është kjo një goditje e fortë në vazhën e punës që po bën Spaku? Do doja një koment nëse ju e shikoni të arsyeshme në ana e një analize. Se fakt 2.2 milion euro, po këtu është bërë nami dhe ne prisim pak më shumë nga Spaku. Unë, dakord. Tani kemi drejtën e qeshim. Rama tha nuk ka i 2 metra. Tani për këtë që pash aq vogël se sot e pash për parë, ky kualifikohet direkt ai do të thënë. Megjithatë mendoj që Shqipëri duhet të kalojë sit çdo prokurim publik. Që nga shumë më mëdha, vazhdon që më të vogla mos merremi me. Për ne shqiptarë që na ka ikur vatha e tërë themi ne, dhe të gjymojmë leshin në fund, shohim prokurimet e mëdha, koncesionet e mëdha, privatizimet e mëdha dhe investimet strategjike të mëdha. Ky do të jetë drejtimi kryesor, mendoj unë, edhe trafiku, kuptohet. Trafiku i lëndëve narkotike. Dhe mendoj japi mesazh të tjerëve që mendojnë të shkojnë, aspirojnë për të shkuar në këto pozicione pune për të vjedhur, hynë në për halet të ndërmarrjeve dhe institucione ku janë 4-5 bashkë, siç është komisioni i prokurimit, e ndajnë parat atje. Aty u takon fakt të rinë, ato vendet i takon të rinë. I shohin të gjithë se si ndryshojnë dhe kanë blerë dhe apartamente. Spaku nuk i shefta. Dhe këtu është përgjegjësia e Spakut. Nuk janë friksuar, vazhdojnë i bie me top. Vazhdojnë i bie me top. Çmi të sa mua tani ai që ishte dambllosur ashtu për pash, nga i merrte dhe gjuna për të, se po e mbajnë arrest shtëpia ose jo. Unë jap vetes një merit që ka parandaluar një tjetërsim prone për shembull ose të ardhur në Shqipëri që mund të ishte 200 milionë euro. Dhe më ka ardhur keq që s'kam parandaluar i tjetër, por kam rënë në kontakt me atë çështje disa vite më pas, pasi ishte bërë fakti kryer. Ne nuk po parandalojmë. Dhe për këtë prokuroria duhet të gjejë shkelje me pasoja të rënda detyre kur boll e lutëm qeverin, kur auditet nuk funksionojnë. Ky është përdorim detyre shumë e rëndë. Bile është bashkëpunim. Çdo prokurim duhet shkojë nëpërmjet auditit brendshëm. Nuk veprohet kështu. Auditin kanë lënë një aty me të mekëri, aty se po t'japim rrogën se t'japim rrogën nga xhepi këta. Pushtetarët tanë na e bërë padron tani, edhe padron parave publike, edhe të pushtetit, e ndjej pushtetin kështu, dhe kanë këta që kur ndrojnë nga një ministri shumë këtë tjetër, duhet të marrin edhe të zyrën me vete ku ishin. Dhe mundësisht të lënë aty që ajo ku ishin një tjetër. Të gjitha këto janë bërë të shpifura. Këta mendojnë se oratoria tyre, retorika tyre i mbulon, se këta dinë ai sa shohin ata, se s'janë pozicionin tonë. Edhe kanë kohë që janë në pushtet, janë shkputur nga realiteti, kanë kohë që kanë servira pikërisht to prokurimsat, që ruajnë parat tona, e po diçka që bën 1 lek, ka pas raste edhe 100 lek. E kanë rritur 1100.
I kemi parë të çmimet çmendrore, që ke sterilizimi e tjera, ke check-up-i këto. Tani unë mendoj që kështu vazhdojnë çdo vend prokurimet, por mua ato janë të gjitha me flamur të kuq. Janë gjitha me flamur të kuq. Edhe ai qeni roje që kemi rënë atje. Po flas në kuptim figurativ. Auditi. Nëse ti pse se ka audituar, ke bësh shkelje, e ka audituar dhe ke kualifikuar për të rregullt, je edhe bashkëpunëtor me dy kamët pasaj. Pra, shpërdorimi i detyrës është veprime ose mos veprime. Edhe mos auditimi është shkelje. Dhe që ti jenë sigurt, i them spakut, merë për sipër, dhe mos lejo që njerëz të cilët ngrenë zërin për drejtësi, ti pushojnë nga puna. Është shpërdorim shumë i madh i detyrës. Ajo duhet shkoj me vepër penale. Kush guxon nga këta gallarët